Izet Megjiti në një paraqitje për media tha se brenda kësaj jave do të ketë iniciativë për shkrirjen e Vlenit në një parti politike. Ai kërkoi Taravari që të sqarohet për deklaratat e tij, duke shtuar se është i vetmi që ka dilema nëse Vleni duhet të bashkohet. Vlen ishte koalicioni 5 subjekteve politike, i cili fitoi zgjedhjet e kaluara, mori 107.000 vota, të cilët nuk janë të subjekteve veç e veç, pa aty ka vota që kanë votu për ndryshim. Vota si ndëshkuese ndaj politikave të BDI-s të kaluarën, pra thjesht Vleni është një antipod i BDI-s dhe nuk ka logjik bashkëpunimi me BDI-n. Në atë moment që bashkëpunohet me BDI-n, pra humb kuptimi i ndryshimit, humb kuptimin e asaj për cilën e kemi kërkuar votën. Ne si subjekte brenda Vlenit po shqyrtojmë mundësinë këto ditë pra që Vleni prapë ta ndëgjojmë dhe votuesin shqiptar, sepse në kaluarën ka kërkuar unifikimin e opozitës shqiptare, tash kërkon që subjektet të shkrihen në kuadrat e Vlenit dhe besoj që së shpejti brenda javës do ketë edhe iniciativë pra për Vlenit të jetë një opcion. Pra gjithë brenda Vlenit, 4 subjektet, Lëvizja Demokratike, Besa, Alternativa, Vetëvendosja dhe përkrahasit e Vlenit pra kërkojnë këtë pra shkrirjen e Vlenit. I vetmi që ka dilema zoti Taravari dhe duhet të sqaron me opinionin se nuk mundet pra edhe të jesh pjesë e Vlenit edhe të bashkëpunosh me Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse atëherë humb kuptimi i ndryshimit, humb kuptimi i asaj për cilën kemi kërkuar votën para një viti, me për atë përgjigje dhe zoti Taravari.